Koncerti Muzikës së Dhomës me pjesëmarrjen e kuartetit A4 dhe pianistes Valeria Fasiello do të mbahet sonte në orën 20 në Teatrin e Operës dhe Baletit. Kuarteti pjesë e platformës Muzika Nova Ensemble përbëhet nga muzikantët Gjudi Dodaj, Giulia Dodaj, Stella Bello dhe Remino Sula, të cilët kanë përfaqësuar Shqipërinë në skena dhe konkurse ndërkombëtare. Nga sot deri më 21 qershor në Teatrin Kombëtar Pranar Turbinës do të mbahet aktiviteti Prallat në cirk. Çdo ditë në orën 10, fëmijët dhe familjet do të mund të shijojnë një botë imagjinate, ku personazhet e prallave dhe arti i cirkut bashkohen për të sjellë argëtim dhe emocione. Fakulteti i Muzikës vijon stinën koncertore me edicionin e parë të festivalit Next Wave Tirana Youth Beats. Aktiviteti vijon deri më 17 qershor në hollin e Universitetit të Arteve dhe synon të promovojë talentet e reja të Fakultetit të Muzikës përmes performancave pianistike, muzikës së dhomës, xhazit dhe koncertit koral. Studentët do të interpretojnë një repertor të larmishëm në ndrejtimin e pedagogëve Vojsava Mane, Genti Rushi, Bujar Alliu dhe Silvana Skënderi. Fotografja Armesa Kullolli prezanton ekspozitën Birthmark, e cila qëndron e hapur nga 14 deri më 20 qershor në Qendrën e Artit Agimi. Ekspozita sjell në vëmendje histori reale të lindjeve në Shqipëri përmes 9 fotografive dhe një videoje dokumentare, duke trajtuar përjetimet e nënave dhe sfidat e sistemit shëndetësor. Komedia sonte do darkojmë në shtrat, do të ngjitet sërish në skenën e Teatrit Kombëtar në datat 15, 16, 17 dhe 18 qershor, çdo mbrëmje në orën 20. Më 16 qershor në orën 20, Teatri Skampan Elbasan mirëpret premierën për Një fjalë goje. Shfaqja trajton mbrishtësinë e komunikimit njerëzor dhe ndikimin që mund të kenë fjalët në marrëdhëniet midis njerëzve.